cilat janë prioritetet kryesore të autoritetit media audiovizive dhe apo i përmbush misionin e saj ama për të patur të paktën edhe një media të pavarur dhe Kemi shumë detyra. Ka shumë detyra. Kemi shumë detyra për të kryer. Kryesore cilat janë? Kryesore është matja audiencës, përqendrimi i pushtetit mediatik, transparenca e strukturës pronësore, kalimi në digital dividend 2 dhe nuk dua të numëroj më se më duket sikur u ktheva në zyrë. Ka jashtëzakonisht shumë detyra, ne po përpiqemi të përngjajmë apo të jemi të njëjtë si të gjitha autoritetet rregullatore europiane, shumë detyra i kemi përmbushur ndërkohë, të tjera kemi në vijim dhe janë të gjitha këto detyra të cilat i kemi një afat shumë të shpejt. 2026 është le të themi afati i fundit ku bia i gogu i famshëm dhe ne duhet i kemi të plotësuara këto detyra pasi janë në udhërrëfyesin e shtetit të së drejtës, pra janë detyra për të përmbushur për integrimin e Shqipërisë, Republikës Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Si e shihni gjendjen e mediave audiovizive në Shqipëri dhe në Kosovë sot? Unë mund të them që në fakt duhet vlerësuar media, në përgjithësi njerëzit kanë tentativën që gjithkohës për çdo gjë të fajsojnë median. Unë duke qenë se edhe vetë jam gazetare, kam besimin që media është një pasqyrë, media do t'japi atë që ndodh dhe nuk mund t'i fsheh faktet, nuk mund të fsheh të vërtetat, nuk mund të fsheh gjendjen në cilën është shoqëria dhe nuk mund ta zbukurojë realitetin. Kështu që unë besoj fort që ne kemi një media që pasqyron të vërtetën ashtu siç është. A mendoni se media në Ballkan është e lirë dhe e pavarur? Dgjoj, nuk është kaq e thjesht pavarësia e medias. Pavarësia e medias ndoshta është e pavarur nga politika, por nuk është e pavarur nga ndikime të tjera, siç janë ato të biznesit apo të influencave të tjera të shoqëror. Si mund të luftohet desinformimi dhe lajmet e rreme në epokën digjitale? Është një luftë globale. Në fakt, unë nuk do t'i referohem asgjë çfarë bëjmë ne, sepse bëjmë shumë pak në këtë drejtim, besoj dhe në Shqipëri dhe Kosovë bëhet diçka apo jo mjaftueshëm, por mund t'ju them që jemi në të njëjtën rrugë me atë çka bëjnë autoritetet e tjera rregullatore apo me çka bëjnë shoqëritë e tjera më europiane. Dhe unë mund t'ju them që në fakt dezinformimi luftohet jo duke i mbyllur gojën apo duke mbyllur një portal apo një tjetër, po duke treguar cila është e vërteta. Pra, dhe cila është e vërteta, në fakt është e organizatave të shoqërisë civile, organizatave të gazetarëve, të cilat kanë marrë edhe këtë emrin trusted flaggers ose vërtetues lajmesh, të cilët në fakt janë aty dhe i tregojnë të gjithë shoqërisë cili është lajm i vërtet dhe cili jo, dhe arsyen pse nuk është. A ka ama një kontroll mbi median të cilat nuk e respektojnë normat etike apo kulturore apo gjitha këto? E ka të domosdoshme. Të domosdoshme. E ka të domosdoshme. Është një nga detyrat kryesore të punës tonë. Ne jemi vazhdimisht në komunikim me median. Javë për javë dërgohen shkresa të cilat prodhohen qoftë nga Departamenti i Monitorimit dhe Analizës, qoftë edhe nga Këshilli i Ankesave, sa i takon shkeljeve etike, fyerjeve, diskriminimit, përmbajtjeve të ndryshme të dëmshme. Çfarë masash ka ama ndaj një media apo një platforme ku realisht nuk ka etik, nuk ka mesazh të paktën për shoqërinë dhe familjet tona shqiptare. Dhe realisht unë shikoj shumë programe televizive që nuk do doja t'i shikoja me vajzen apo me nënën apo me motrën time. Po, Altin, ka programe televizive, po varet kur i shikon. Nëse i shikon në platformat me pagesë, ka një tjetër qasje rregullatore. Nëse i shikon në kanalet e lira... Që do të thotë, nëse paguën, nuk e ka ma mesazhin jo etik? Nëse paguën, aty ke dhe kontrollin prindëror dhe ti e prind dhe nuk e pse i lë fëmijës tënd të shikoj programe me pagesë. Programe me pagesë ka dhe plus 18. Unë nuk besoj që ulesh me fëmijën shikon programe plus 18. Kështu që janë disa gjëra që i ka
të paracaktuara legislacioni. Ama nëse bëhet fjalë për kanalet e lira, të cilat fëmia mund t'i shikoj me një anë të thjeshtë dhe mund t'i shikoj duke ndruar telekomandën e televizorit, në atë moment është përgjegjësia e institucionit nëse nuk merr masa ndaj televizionit përkatës. Në fakt ne në bazë të rregullores dhe ligjit 97/2013 i ndryshuar për median audiovizive në Republikën e Shqipërisë, ne e kemi të përcaktuar se si duhet funksionojmë. Në fillim shkojmë me tërheqje vëmendje dhe sipas rregullores së institucionit duhet ketë 2 tërheqje vëmendje. Herën e tretë ndaj të njëjtit program, nëse shikohet që vazhdon po njësoj, institucioni duhet veprojë me gjobë. Me gjobë. Me gjobë. Dhe nuk është fare kënaqësi ta them, pavarësisht se ndoshta njerëzit do të prisnin më shumë gjoba, por nuk është fare kënaqësi ta them që gjatë vitit që lam pas, kemi vënë 46 gjoba. 46 gjoba. Nuk është kënaqësi ta them këtë gjë. Absolutisht gjobat kanë qenë për gjëra të ndryshme, po të vësh 46 gjoba ndaj mediave audiovizive në Shqipëri, unë nuk besoj se është një gjë e mirë dhe nuk besoj tek institucioni i gjobës. Nuk besoj besoj që detyra jon është të jemi rregullator, pra ta ndihmojmë tregun të vetë rregullohet. Unë nuk besoj tek penalitetet. Ndoshta vjen edhe për shkak të formimit tim si një gazetare, por nuk besoj që ty të duhet gjoba për të kuptuar që e ke bërë gabim. Sepse çfarë përmban ligji janë pikërisht parimet deontologjike të fushës së gazetarisë. Janë detyrat kryesore apo ato çka ne i mësojmë si rregulla bazë gjatë formimit tonë profesional. A besoni që ka ndryshuar gazetaria me ardhjen e rrjeteve sociale? Ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë. Ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë dhe ndoshta po e them për herë të parë atë që ndjej personalisht si Armela që në fakt televizionet po duan të ngjajnë rrjeteve sociale dhe kjo nuk më pëlqen fare. Atëherë, në qoftë se ama e ka kontrollin apo ama nuk ka kontroll. Mundësin jo kontrollin, mundësin për të... Jo, në sensin ama nuk mund të kontrolloj. Ama sigurisht që shqyrton çdo përbajtje dhe i kërkon medias të vetë korrigjohet. Llogari apo jo me pak fjalë? Jo, i kërkon të vetë korrigjohet. Vetë korrigjohet. Nëse nuk vetë korrigjohet, atëherë shkojmë drejt gjobës. Drejt gjobës. Pas i vendoset gjoba, ajo ankimohet brenda institucionit, e merr në shqyrtim bordi i institucionit, i cili është i gjithë një trup e pavarur e zgjedhur nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë dhe përsëri nëse gjoba mbetet në fuqi, media ka të drejtën ta ankimojë në gjykatë në të 2 shkallët e saj.